Nuk do t'i gjoni kur nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re. Shkurt, kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje, cili do që kërkohet të arrestohet, kërkon të zvarrisë çështjen. Dhe zonja Balluku sigurisht që ka interes për të zvarritur shqyrtimin e çështjes nga Këshilli dhe Kuvendi. Prokuroria Speciale kërkoi shtrengimin e prangave në duart e zëvendës kryeministres dhe ministres e infrastrukturës Belinda Balluku, por prej më shumë se një muaj që nga nisja e kërkesës për autorizim nga parlamenti për arrestimin e saj, ka lidhur veten, duke kuptuar pafuqinë para supermacisë qeveritare, por edhe vetë personazhit Balluku. Ajo i ka vendosur të gjithë në rresht, Kuvendi ka marrë urdhër nga Rama që të mos shqyrtojnë kërkesën për arrestimin e Ballukut, pa u shprehur më parë gjykata kushtetuese. Ndonse dy çështje të ndryshme, urdhri i Ramës shihet më i rëndësishëm se çdo ligje moral, duke kthyer spikerin e parlamentit Niko Peleshi në personazhin më qesharak. Nëse politika do mbroj veten me paligjshmëri e shkelmim morali, pritej që sistemi i drejtësisë të vinte në peshore kushtetutën dhe ligjin dhe jo ta kthente atë objekt të shenjtë në kandar, për qeverisjen kocin e së cilës e kontrollon kryeqeveritari. Gjykata kushtetuese vetë degradohet publikisht çdo ditë duke mos qenë në gjendje që të marrë një vendim pro ose kundër kërkesës së kryeministrit, nëse do të shpall antikushtetues vendimin e GKK-s për pezullimin nga detyrat të ministres Balluku. Me një këmbë nga qeveria dhe një tjetër të hapur sa nga përfaqësitë diplomatike, aq edhe në bodrumet e krimit të organizuar, kushtetuesja është vetë ofruar të përçudnohet. Nuk janë në gjendje të marrin vendim, në një situatë të tillë ku vihet për interpretim një nen në kushtetut dhe një nen në kodin e procedurës penale, kërkojnë kohë për të menduar, pa e kuptuar se kanë 2 muaj që hapin zyt nga do anoj forca. Deputetët e mazhorancës kanë vite që se njohin mendimin ndryshe personal. Deri më tani Balluku i ka vendosur të gjithë në rresht disa qenie njerëzore, që në letra janë për të menduar dhe vendosur, por në realitet u përngjajnë manekinëve në duart e më të fortëve.